Korça ka përkujtuar këtë të premte 81 vjetorin e çlirimit, një nga datat më të rëndësishme në historinë e saj. Në sheshin përpara teatrit Andonza Koçajupi u zhvillua ceremonia solemne, ku morën pjesë veteranë të luftës, familjarë të dëshmorëve, si dhe përfaqësues të pushtetit lokale atij qendror. Aktiviteti nisi me interpretimin e bandës frymore të qytetit, ndërsa në fjalët përshëndetëse u theksua rëndësia e kësaj dite që simbolizon sakrificën dhe përkushtimin për liri. Kryetari i Bashkisë Korçës Sotir Aqfilo, prefekti Ertil Jole dhe kryetari i Këshillit të Qarkut Petrika Tollkuçi shprehen mirënjohjen për ata që dhanë jetën për atë dheun. Përkujtojmë sot me përulje dhe respekt një ngjarje shumë të rëndësishme të historisë moderne të Korçës, ditën e çlirimit të saj, si sot 81 vite më parë. Kjo datë natyrisht nuk është një datë e zakonshme në kalendarin historik të Korçës, por është një kujtesë e krenarisë, e qëndresës dhe e përpjekjes së popullit korçar për të garantuar lirinë edhe dinjitetin kombëtar. Sakrifica e dëshmorëve edhe gjithë atyre që sakrifikuan dhe luftuan për çlirimin e vendit, mendoj se duhet ngelet gjithmonë themeli për të ndërtuar në çdo kohë e periudhë rrugtimin drejt së ardhmes, pa e humbur asnjëherë vetdijen për nga e kemi zanafillën tonë. Kjo ditë është simboli i lirisë dhe i bashkimit. Një ditë që na kujton se liria nuk është dhuratë, por fruti i përpjekjes dhe i gjakut të derdhur nga ata që luftuan për atë. Ne përulemi me respekt përpara kujtimit të dëshmorëve dhe të gjithë atyre që dhanë jetën për çlirimin e vendit. Ata ishin anën e drejtë të historisë dhe fal tyre ne sot gëzojmë një adhet të lirë dhe sovran. Është detyrë dhe përgjegjësi e çdo brezi që të mbajë gjallë idealet e tyre, idealet e atë dashurisë, të drejtësisë dhe të përkushtimit ndaj vendit. Korça ka qenë dhe mbetet një batër e pashuar e patriotizmit, e arsimit dhe kulturës kombëtare. Ceremonia u mbyll me një koncert festiv që solli atmosferë patriotike dhe krenari për qytetin, që ngriti flamurin e lirisë me 24 tetor 1944.